do të shkojmë pak edhe në Kosovë, do të rikthehemi përsëri më pas me pamjet e Vatikanit. Shkojmë pak në Kosovë, shkojmë pak çfarë po ndodh atje me konstituimin e kuvendit. Ka një tjetër seancë sot, ka një tjetër seancë, duket si një maratonë e pafund për zgjidhjen e këtij ngërçi politik. Ideal Gola është në lidhje drejt për drejt tani nga Kosova për të na treguar të rejat më të fundit. Mirëmëngjes Ideal. Mirëmëngjes Ideal. Çfarë pritet të ndodh sot? Mirëmëngjes, tashmë vetëm jemi në sallën plenare të Kuvendit të Kosovës, ku këtu deputetët do të mblidhen për herë të pestë në përpjekje për të konstituuar Kuvendin e Kosovës. Rrjedhimisht duhet të zgjidhet kryeparlamentari ose kryeparlamentarja dhe nënkryetare të Kuvendit në mënyrë që të konsiderohet i konstituuar tashmë Kuvendi i Kosovës. Kreu i Kuvendit i takon grupit më të madh parlamentar, në këtë rast Lëvizjes Vetëvendosje, e cila ka propozuar emrin e ministres në detyrë të drejtësisë Albulena Haxhiu, po ky emër nuk po gjen mbështetjen e partive të tjera të mëdha shqiptare si PDK, LDK dhe AAK, ndërsa vetë Lëvizja Vetëvendosje së bashku me disa parti më të vogla nga minoritetet nuk po arrin të bëjnë më shumë se 57 vota nga 61 sa duhen për të zgjedhur kryetarin e Kuvendit dhe kështu të zhbllokohet ky mos funksionim i këtij institucioni kaq të rëndësishëm. Nga seanca e fundit, Lëvizja Vetëvendosje ka kërkuar një marrëveshje politike, i ka kërkuar partive që të votojnë propozimin e tyre për kryetar, ndërsa ajo do t'i japë votat për nënkryetaret e Kuvendit, që në praktik ka qenë që gjithmonë votoheshin në pako, por që Vetëvendosja le të themi ka kërcënuar se mund të mos i mbështes propozimet e partive të tjera në rast se ata vetë nuk i mbështesin propozimin e tyre për kryetar të Kuvendit. Ka pasur një përpjekje të kryesuesit të seancës Abnit Dehari që të bëjë bashkë sërish përfaqësuesit e partive politike para nisjes së seancës, mirë po ende nuk është konfirmuar nëse partitë do t'i përgjigjen këtij takimi, tashmë kur edhe minutat po mbarojnë, pasi në ora 10 është paraparë të filloj seanca, edhe pse pirhirët e së vërtetës në asnjërin prej herëve nuk ka filluar në kohë dhe gjithmonë me vonesë. Kështu që edhe sot presim pak a shumë të njëjtin skenar, nuk e di dal nëse ka pasur ndonjë bisedë, ndonjë tratativë jashtë kamerave të mediave, ndonjë shkartisje të kartave atje për të formuar një koalicion me pakicat apo me ndonjë nga forcat opozitare, apo situata mbetet stoike le ta themi në këtë drejtim? Deri më tani nuk ka ndonjë marrëveshje. Lëvizja Vetëvendosje nuk është treguar e gatshme të ndryshojë emrin e kandidates për kryetare të Kuvendit, pra kërkon këmbgul tek Albulena Haxhiu, ndërsa edhe partitë e mëdha PDK, LDK dhe AAK nuk duan të votojnë, pasi e konsiderojnë zonën Haxhiu, siç e kanë quajtur ata, një simbol të dështimit të qeverisë së Albin Kurtit në mandatin e qeverisë që është mbyllur. Aleanca e Ramush Haradinajt ka dhënë shenja se mund të votojë nëse do të ketë një propozim tjetër, mirë po Lëvizja Vetëvendosje thotë se nuk mund të përcaktojnë partitë e tjera propozimet e tyre për kandidat për kryetar të Kuvendit për një post kaq të rëndësishëm. Mbetet për të parë, por të gjitha shenjat nuk duken të mira dhe mund të ketë le të themi një përsëritje të 4 seancave që tashmë kanë kaluar pa ndonjë zgjidhje. Dhe që duket që ky është edhe momenti më kulminant, natyrisht kemi parë edhe nga Vetëvendosja Ideal që po jepet një alternativë, nuk e di sa zë ka dhe sa mbështetje ka, ndoshta edhe për zgjedhje të tjera, për të zgjidhur këtë ngërç që ka për politikën kosovare. Lëvizja Vetëvendosje në të vërtetë kërkon që të votohet kryetari i saj në mënyrë që votat e saj, pra 57 vota që tashmë ka, do t'i jap partive të tjera për të zgjedhur nënkryetar të Kuvendit, pasi nënkryetar të Kuvendit duhet të gjenden të gjitha partitë që kanë grupe parlamentare, gjithashtu do të ketë nënkryetar edhe nga minoritetet. Praktika mbi 2 dekada Kuvendit për nënkryetaret, duke qenë një votim formal, është gjithmonë votuar në pako, pra nuk është se ka pasur nevojë të ketë vota, sidomos nga partitë që nuk e kanë pasur shumicën, ata janë votuar gjithmonë, por për partitë kjo është e papranueshme, pasi nënkryetaret përfaqësojnë interesin e partisë në parlament, ndërsa kryetari i Kuvendit është një pozicion tjetër, për më tepër që Albulena Haxhiu nuk e konsiderojnë si një kandidate konsensuale për arsyet
që unë përmenda. Po ashtu ka filluar të artikulohet, mund të themi edhe çështja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Tashmë në sy të analizëve kjo mund të jetë edhe si një lloj shantazhi për partitë më të vogla, të cilët rrezikojnë ndoshta që në zgjedhjet të mundshme të mos e kalojnë pragun, mirë po kjo ide e lëvizjeve të vendosjes, le të themi, është në një farë forme është pajtuar nga Partia Demokratike, e cila ka thënë se është gati nëse duan të shkojmë sërish në zgjedhje të jashtëzakonshme, por duhet të kujtojmë se pa konstituimin e kuvendit nuk mund të ketë as zgjedhje, pasi duhet fillimisht të konstituohet kuvendi dhe më pas edhe të shpërndahet me njëherë nëse duhet të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme, por që të gjithë urojnë që të shmangen. Shohim atëherë nëse të ketë një papritur sot. Dhe jo vetëm ajo ideal, po edhe ai, le të themi, pakti midis Limajt, pra nismës edhe lëvizjes vendosje, por respektohet, pra ka ndonjë lëkundje nga zoti Limaj, edhe ai u përfol në fillim që mund të ishte kryetari i kuvendit, i zgjedhuri. Po, zotri Limaj, nisma, që ka 3 deputet, ka kërkuar, një nga kërkesat e tyre ka qenë kreu i kuvendit, pra ky post, të cilin lëvizja dhe vetëvendosje duke se po heziton ta përfshi në marrëveshje të mundshme koalicioni, duke qenë se zotri Limaj ka vetëm 3 deputet. Megjithatë, ajo është treguar shumë i afërt të themi me qëndrimet e lëvizjeve të vendosjes, sidomos në pikat e para të kësaj seance, të cilat u bllokuan në ditët e para, por që kaluan e që kishin të bëjnë me verifikimin e mandateve, por nuk ka ende një marrëveshje konkrete, pasi duket se edhe vetë brenda lëvizjeve të vendosjes ka pak kënaqësi nëse duhet të jepet ose jo Limajt ky post, pasi pikërisht për shkak të votave pra vetëm 3 deputetëve, por duket që zoti Limaj është i gatshëm, por në këtë edhe me 3 votat e nismas, praktikisht lëvizja vetëvendosje duket se ka, pasi deputetja bosnjake Dute Balja, që mund të ishte vendimtare për votën e 61, ka konfirmuar se nuk do të bashkëpunojë me Albin Kurtin. Pra jemi në një situatë kur lëvizja vetëvendosje mund të ketë 60 vota, ndërsa të gjitha partitë 60 vota në parlamentin prej 120 ulësesh, që do të thotë se rrezikojmë ndoshta edhe përpjekja për të ndërtuar një qeveri pas konstituimit të kuvendit të mos jetë as e opozitës për shkak të votave. Ka ndonjë qëndrim të presidentes Osmani ideal ndërkohë? Presidentja Osmani thjesht në ditët e para i ka kërkuar institucioneve, të gjithë subjekteve politike që të punojnë në drejtim të funksionalizimit të institucioneve, pasi le të themi roli i saj është i kufizuar dhe nuk ka çfarë të bëjë më shumë përpos se të bëjë thirrje, duke u thirrur në disa akt gjykime të gjykatës kushtetueseve nga rastet e paraprake, ku kushtetuta do të thotë i bën thirrje subjekteve drejt funksionalizimit të punojnë, të gjejnë zgjidhje dhe të funksionalizojnë institucionet të Kosovës. Do të thotë roli i presidentes në këtë pikë është vetëm një thirrje për të gjitha subjektet politike, të cilën tashmë ajo e ka bërë disa herë. Shumë faleminderit ideal për raportimin drejt për drejt nga Prishtina. Shohim, po mbetemi në pritje në fakt nëse do të prodhoj diçka seanca e sotme në Kuvendin e Kosovës.